الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلندريمة الأغريمة كتابيمة الله عز وجل صلوات وسلامة يدرغي محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد مشير الله عز وجل شوف بيتا فاميلën e tij, shokët e tij sinqert besnik, edhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Dhe vëllezër, i rikthehemi ligjëratave të zakonshme, do thotë të dieleve, çdo javë ku kemi trajtuar dhe kemi komentuar në mënyrë tematike disa nga surat më të veçanta të librit të Allahut Azza wa Jall. Dhe pas Ramazanit do të startojmë me një sure të shkurtër të lehtë, me vetëm qëllim që do të jetë një lloj para përgatitje për të kaluar pastaj tek një sure do thotë e gjerë e për të komentuar sure për të shkëlqitur mësimet dhe porosi. Kam përzgjedhur një sure të shkurtër me qëllim që të jetë një ristart i ligjëratave dhe të jetë një lloj përgatitje për të vazhduar dhe më tej me ligjërata inshallah deri Ramazanin tjetër. Është një sure e cila është e veçantë, është një sure që lexohet mëngjes dhe mbrëmje nga xhamati në përgjithësi, është sure e lehtë për të mësuar përmendje dhe është sure e cila do thotë kish mjaftu si sure argument nga Allahu Azza wa Jall për t'i treguar njerëzve se cila është rruga e vërtetë dhe cila është rruga e suksesit. Është për qëllim pra sureja El Asr. Dhe kjo ligjërat do thotë e parë do të jetë një rezume rreth surës El Asr, pastaj një koment i shkurt nga tefsiri i Saadit, e pastaj do ta komentojmë surën në komentim tematik. Për shembull, do ta kuptojmë rëndësinë e kohës dhe vlerën e saj në Islam dhe në jetën e muslimanit. Pastaj do ta kuptojmë gjithashtu se çka është për qëllim humbja dhe cila është ajo humbja e vërtetë, do të ketë botë dhe botën tjetër. Pastaj do të shohim cilat janë medikamentet dhe bazat e suksesit këtë botë dhe botën tjetër. Dhe normalisht do të trajtojmë gjërat të cilat do thotë na bëjnë neve që ta kuptojmë më bukur, më mirë dhe më drejt surën në fjalë për surën El Asr, e cila realisht do thotë është sure e shkurtër dhe thamë është e lehtë për të mësuar. Ka qenë praktike e shokëve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që sa herë ju taku dy shokë të Resulullah sallallahu alajhi wasallam, shpesh herë apo shumicën e rasteve nuk ka bëu vaki kur kush me u largu nga ai takim, nga ai tubim, pa lexuar surën El Asr, do thotë pa i cek kuptimet dhe porositë e kësaj sure, do thotë ja kanë kujtuar një tjetër këtë sure, nga sa është sure e shkurtër nuk merr shumë kohë dhe normalisht në veten ngërthen mësime dhe porosi madhështore. Janë transmetuar disa thënie të Imam Shafiut në lidhje me surën El Asr, për tyre ka thonë që nëse njerëzit e kishin medituar këtë sure dhe kishin me kërku realitetin, të vërtetën dhe suksesin, kishin me gjetë njerëzit pashmangshëm surën El Asr. Thënia e dytë e ngjajshme, do thotë pravësisht e Imam Shafiu transmetohet që ka thonën kish me mjaftu sura El Asr si hujje, si argument nga Allahu Azza wa Jall për njerëzimin. Për çfarë kish me mjaftu? Për të qenë kjo sure urdhërfyes për ta drejt të vërtetës. Gjithashtu transmetohet thënia tjetër e Imam Shafiut lidhe me këtë sure, se ka thënë Imam Shafiu, njerëzit nuk kanë pa që kanë qenë neglizhent për tasa ndaj ndonjë mësimit apo ndaj diçkaje se sa që janë do thotë neglizhent dhe për tasa lidhje me surën El Asr. Dhe rasti se që e cekon i shokëve pejgamberit alayhis salatu wasalam, na e kuptu që ata e kanë trajtuar do thotë si sure të veçantë dhe normalisht një trajtim i tillë nuk ja mohon mirësinë, vlerën e sureve tjera të Kur'anit famlar, por e kanë trajtuar si sure të veçantë nga se është e shkurtër për të treguar, është e shkurtër për të lexuar, për të mësuar dhe përmban, do thotë, katalog të suksesit këtë botë dhe botën tjetër. Allahu Azza wa Jall është betuar në këtë sure duke thënë wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Pasha kohën, me të vërtet njeriu është në humbner dhe në humbje, përveç 4 lloje apo përveç këtyre njerëzve. Illa alladhina amanu, ata të cilët kanë besuar si duhet, wa amilu salihat, ja kanë bashkangjit besimit, punët e mira, wa tawasaw bil haqq, e kanë këshilluar një tjetrin për ta pasuar të vërtetën,
wa tawasaw bis-sabr, e kanë këshilluar një tjetrin për të qenë durimtar dhe sabërli. Dietarët kur e kanë komentuar këtë hyrje, kanë thonë wal asr, pasha kohën, disa ulemaja kanë thonë që është për qëllim namazi i kindis, nga se e dim që ka transmetim nga pejgamberi që ai i cili, do thotë alayhi salam, e ka humbur namazin e kindis, është shkatruar, do thotë vepra e tij dhe familja e tij. E disa prej dietarëve kanë thonë që wal asr është betu Allahu azza në fundin e ditës, e disa kanë thonë në mesin e saj, disa kanë thonë në fillimin e natës dhe fundin e saj. Më rëndësishme është për qëllim dihet koha, si ke mbrëmja, si ke mëngjesi, si ke ikindia, si ke akşami, është koha. Pse? Për shkak se koha është begati dhe për ta kryer namazin, për të bërë robi i Allahut azza wa xal, çka na duhet neve? Na duhet kohë. Na duhet kohë për të ndarë, për ta fal namazin sabah, na duhet kohë për ta fal drekën, na duhet kohë për ta fal ikindin. Do thotë jeta jon, do të sillet rreth kohës dhe koha normalisht është begati. Do thotë se cilën nëse njeriu e shfrytëzon me besim me punë të mira, ka më qenë i begat dhe fatlum. Nëse nuk e shfrytëzon, ka më qenë i njeruar këtë botë dhe botën tjetër. Wal asr, pasha kohën, kanë thënë dietarët, Allahu azza wa xal është betu në disa vende në Kur'an, në disa çështje. E para është, dikush mundet me pyet si është e mundur Allahu mu betu në diçka, në krijesa që ku është krijesa e Zotit, Allahu e ka kriju. Si ka mundësi krijuesi mu betu në diçka, ana dim që pejgamberi na ka ndaluar mu betu në diçka pas në Allahu azza wa xal. Dietarët ju përgjigj kësaj pyetje dhe kanë thonë është drejt ekskluzive e lartmadhërisë së tij xhallahu ala mu betu në çka do ai. Dhe kjo nuk e pakson as pak lartmadhërinë e tij. Në ndër, ka thonë ulemaja, Allahu azza wa xal kur betohet në diçka, Zoti xhallahu ala nuk betohet në diçka pos që një gjë e tillë ka vlerë. E treta ka thonë ulemaja, Allahu azza wa xal betohet në diçka se ka mundësi që ajo që është betu Zoti, shumicën e rasteve rreth çasaj sillet suksesi këtë botë dhe botën tjetër, ose varet prej saj mos suksesi këtë botë dhe botën tjetër. Andaj ka thonë, kur Allahu betohet në diçka, kushtoi rëndësi, kushtoi vëmendje, dhe për atë arsye gjejmë që ulemaja kanë trajtuar tematik prej tematikeve në Islam, çështja e kohës, vlera e saj, shfrytëzimi i saj, dëmi i mos shfrytëzimit të kohës, edhe gjërat e tjera që kanë bëjnë, do thonë me këtë natyrë apo të kësaj natyre, për të treguar që Allahu nuk betohet në gjëra që s'kan vlerë, por betohet në diçka në gjëra të cilat kanë vlerë. Dhe Allahu kur betohet në diçka, duhet me i kushtu vëmendje, edhe me i kushtu rëndësi të veçantë, nga se kështu i kanë kushtu vëmendje dhe rëndësi të veçantë edhe sahabët radhiyallahu anhum ajma'in, shokët e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Sura El-Asr është sura prej surave mekase, posedon gjithsej 3 ajete. Ju kujtohet në trajtimin e 10 ajete e porosive të surës El-An'am, pastaj në trajtimin e surës Luqman, pastaj në trajtimin e surës El-Hujurat, kemi thonë që dallojnë, do thotë ajetet sipas kurrëzbritjes. Kemi thonë radhitja që është në mushaf, shumicën e rasteve dërmuese dallon nga radhitja që është bërë, do thotë sipas kurrëzbritjes. Do thotë kanë zbrit surat me radhitje ndryshme, por radhitja në mushaf do thotë ka është bërë në formë të ndryshme. Për shembull, sura El-Asr, do thotë e gjejmë në mushaf që është në juzin e fundit, në juzin e amë, juzin 30. Dhe e gjejmë në mushaf që është e radhitur me numrin 103. Ndërsa kur e shfletojmë, do thotë atë libra apo që kur shfletojmë libra që kanë mbledhur ulemajat, radhitja e surave sipas kozbritjes, jo sipas radhitjes të mushaf, e gjejmë që sura El-Asr është e 13-ja në zbritje. Pse është prej surave të para. E çysh ka mi pason sura Medinase s'kish më shumë, pse s'kish më shumë? Se ka mundsi sura 13 me kozbritje me Medinase. A Kurani ka 114 sure, u paskon 50 në alë, thot njëri, ama surja 13 në kozbritje normalisht që shumica e kuptojnë që është në çështje apo ka të bëjë me çështjen, do thotë mekase. Dhe dietarët kanë thënë sura El-Asr është sura mekase, për shkak se trajton çështjen e besimit normalisht prej elementeve të para dhe tregon që besimi realizohet, kuptohet, jetësohet vetëm, do thotë për të kaluar në për kohë. Dhe normalisht edhe zbritja e Kuranit famlar ka zbrit në mënyrë graduale, që na jep me tregu që është dash një kohë e caktuar, periudhë kohore për të zbrit Kurani famlar. Domethënë normal ka zbrit nga Lauhi Mahfudhi, Beitul Izza, pastaj prej qiellit dunjas ka zbrit tokë me intervale kohore. Për atë arsye, për ta nxjerrë ngushtë
Pejgamberi sa dhe në thojza për t'u arsyetu idhujtarët se na s'po besojmë Kur'an, çka kanë thonë? Ka thonë wa qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi alquranu jumlatan wahida. Thonë idhujtarët se arsyetojnë për të mos besbu, pse Kur'ani s'ka zbrit për një herë? Okej, në qiell të dunjos ka zbrit për një herë, apo pse s'ka zbrit në tokë? Allah thotë kedhalika linuthabbita bihi fuadak wa ratallahu tartila. Për dy arsye kemi zbrit në këtë valëkore. E para është me ta forcuar ty zemrën. Se zemra ka nevojë me dhon kohë, periudhë caktuar, ka nevojë gradualitet. Edhe çka wa ratallahu tartila dhe me lezu Kur'anin ngadalë, me tertil, me lexim të thjellët, të bukur, të kuptueshëm. Se me ta zbrit për një herë, normalisht ka mundësi me ngatru, do thotë leximin dhe me lezu shpejt. Për atë arsye Allah i tha në surën Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alayna jam'ahu wa qur'ana, fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana. Mos i lëviz shumë shpejt bust. Kur të lexosh Kur'anin, se kështu shpejton lexim. Na kena me ta bukur, kena me ta tubu Kur'anin, dhe na janë ato zbrit. Dhe normalisht kur Xhibrili lexon Kur'an, atëherë ti përcjell leximin e tij. Dhe na vrem, për shembull, kur lexojmë Kur'an kemi çef Ramazan me lexuar më shumë hatme, e vrem që nuk e kemi leximin e zakonshëm që kemi pas para Ramazanit ose pas Ramazanit. Se kemi përgut, kemi çef mos me kalu Ramazanin pa përfunduar një javë me 2 apo 3, apo sa e ke vendos cakun. Për të arsye, Allahu ka treguar arsyen sepse e ka zbritur Kur'anin dhe ka treguar që zbritja e këtij Kur'anit ka kaluar nëpër intervale kohore. Kryerja namazeve ka kaluar nëpër interval kohor. Dhe daveti, suksesi i davet, gradualitet do kohë. Nuk vijnë ndryshimet për një javë, as për një vjet. Do të prit dekada. E bën hizmetin, kalon në interval kohor. Normalisht vjen bereqeti sipas asaj që e ka caktuar Allahu Azza wa Jall. Për të arsye ka thonë edhe Imam Shafiu e kompërsrit një herë për mdohet këtë thënie, do të thotë nders, da'i al-ayyam taf'al ma tasha'u wa tib nafsan idha hakama al-qada'u. Është një poezi e Imam Shafiut, thotë leja kohës ta bëjë veten. Wa tib nafsan idha hakama al-qada'u. Edhe thotë qetësoje veten. Relaksoje veten, edhe buhi kënaqur idha hakama al-qada'u. Nëse ka caktuar Allahu për diçka, dihet se kjo është prej Allahut Azza wa Jall. Dhe kjo është në çdo porë të jetës. Për arsye thonë njerëzit, leja kohës, leja ditëve të kalojnë ditët. Edhe toka që çesh ato që është në brendësinë e saj. Për çka kanë kuptuar që me kalimin e kohës dalin gjërat në shesh dhe në realitet deshta apo nuk deshte. Dietarët kanë shkuar çashtë dhe normalisht e kanë analizuar surën Al-Asr dhe kanë dëshmuar që është ndoshta edhe surja më e shkurtër në Kur'an se sa surja El-Kauthar, edhe se sa surja El-Ikhlas. Kanë thonë surja El-Asr i ka 14 kelime, i ka 14 fjali. Në ndë, kanë thonë ulemaja i ka 68, dhe thot harfe, shkronja, dhe kuptuhet këto harfe dhe këto shkronja se cila, normalisht edhe fjalit kanë kuptime më dashtura. Do thotë marr me kësi detajizime, që ndoshta dikujt mundem t'i duken, do thotë si thjesht si informacione, por normalisht ata nuk mundu që me i dhon kuptime edhe fjalive, po edhe shkronjave që gjenden në surën El-Asr. Nga ajeti i parë deri tek fundi, i ajetit Allahu Azza wa Jall na tregon që kjo sure sillet rreth dy çështjeve: imanit, besimit, besimtarit, mushrikut, shfryzimit kohës dhe mos shfryzimit kohës. S'ka tretin. Ja kemi qenë fitimtar me shfryzu kohën si duhet, ja kemi qenë humbës, ja kemi qenë me iman, ja kemi qenë pa iman. Normalisht secila sure, kanë thënë ulemaja, i ka qëllimet e saja bazike. Do thotë përmes secilave synimeve ka dashur Allahu Azza wa Jalla me na tregu bazamentin edhe esencën e surës në fjalë. E para prej synimeve kanë thënë ulemaja është bayan asbabun najati min al-khasara. Allahu ka dashur përmes kësaj sure se si të shpëtojmë nga humbja dhe ka caktuar 4 rregulla dhe 4 parime që na bojnë të jemi të suksesshëm dhe na bojnë jemi të shpëtuar nga humbja. Ndërsa esenca e dytë ka thonë ulemaja është Allahu Azza wa Jall tregon edhe vlerën edhe esencën e kohës dhe se muslimani duhet ta llogarisë kohën si diçka të shtrenjtë të tij, jo si diçka të thjeshtë apo të zakonshme. Dhe qëllimi është që këtë kohë me shfrytzu duke bërë punë të mira. Për shka? Për shkak se tregon Ebu Bekri radhiyallahu anhu, thotë ka ardhur një njeri që ka jetuar, do të thotë ka qenë njëri në kodër, malor, edhe ka pi pejgamberin sallam shkurt. I ka thonë ja Rasulullah, men ahsanun nas, kush është njëri më i mirë? Çfarë tha pejgamberi sallam?
men tale umruhu wa hasuna amaluhu. Njeri më i mirë te Allahu azza wa jalla është ai njeri që Allahu jep jetë gjatë. Edhe ai ket jetë gjatësi e mbush me punë të mira. O men aswa an-nas ya Rasulullah. E kush është njeri më i keq o pejgamberi i Allahut? Tha men tale umruhu wa sa'a amaluhu. Thot ati njeri që Allahu jep jetë gjatë edhe ai ket jetë gjatësi e mbush me punë të këqija. Thot ki pas kohë, të ka afatizu Zoti, të ka dhënë kohë për me mendu, për me gjyku drejt, për me punu, për me gjallu. Me po me gjithat këtë kohë jetë gjatësi, do të nuk e ke shvizu në rrugën e Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jall në këtë ajet kuranor ka treguar tre lloje të njerëzve në këndvështrimin tjetër. Lloji i parë është ahlul khusran al mutlaq, do thotë ata që kanë me qenë të falimentuar, bankrotuar dhe të dështuar këtë botë edhe botën tjetër. Ata janë mushrikint, kufarët edhe munafiqint. Këta ka thotë kanë me qenë të bankrotuar edhe kanë me qenë të dështuar këtë botë dhe botën tjetër. Ani pse neve na duket që këta peshëzojnë kohën maksimalisht, po zgjohen herët punë edhe kështu moral, por ata nuk e shfryzojnë kohën pos për shkak interesave të kësaj bote dhe e shesin ahiretin për 100 darë të kësaj bote. E shesin ahiretin për shkak kësaj dunjaje. Edhe na dim që do thot ahireti është më i mirë se sa kjo botë. Për arsye Allahu tha bel tu'thirun al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ju po sakrifikoni për këtë botë, ama kuptoni një herë mirë se ahireti është më i mirë se sa kjo botë. Kalla bal tuhibbun al-ajila wa tadrun al-akhirah. Do thot ju po shpejtoni me fitu atë që shpejt fitohet, po edhe shpejt harxhohet. Edhe po ja ktheni shpinën ahiretit. Lloji i dytë është khusran ghayr al-mutlaq. Është humbje jo e tërësishme, humbje pjesërisme. Kush janë këta? Ata të cilët kanë qenë të luhatshëm, kanë besu Zotin këtë botë, kanë bu gjunahe, kanë lënë disa obligime pa i kryer kështu me radhë. Ata kanë pru veten deri në humner dhe kanë pru veten në buzë të shkatrimit dhe humbjes. Mirë po, kush i rok ata për dore, mos më ne për gjithmonë xhenem. Kush i rok ata për dore, do thotë mos më shku humner të detajzuar apo përgjithësi, normalisht i rok imani besimi. Edhe lloji i tretë njerëzve an-najihuna bil khusran, ata të cilët kanë shpëtuar dhe kanë garancë se kanë mbështetuar nga humbja dhe nga shkatrimi, ata janë që kanë jetuar si musliman, kanë qenë krenar me këtë islam dhe normalisht kanë fituar dhe kanë bërë punë të mira, kohën e tyre e kanë mbush me punë të mira dhe kanë ndek me iman dhe besim. Pastaj dietarët kanë dhënë tre çështje lidhe me këtë sure. E para prej çështjeve është munasaba sura lama qablaha. Ursia e ardhjes së surës Al-Asr pas surës Alhaakumut Takathur. Dietarët kanë thonë lama dhakara Allah azza wa jalla fi surati Takathur. Pasi Allahu azza wa jalla ka cek në surën At-Takathur se sebebi kryesor që njerëzit kanë me dëshuar në ahiret është preokupimi i shumë me këtë dunja edhe me çështjet e dunjas. Në surën Al-Asr ka treguar që të gjithë kanë me qenë të shkatruar nëse buan si ata paraprakisht, përveç atyre të cilët i kanë 4 sifate. Besojnë, bojnë punë të mira, e nxisin dhe e këshillojnë një tjetrin për hak, pasim të vërtetës, edhe nxisin një tjetrin për të bërë sabër. Gjithashtu prej arsyeve kanë thonë ulemoja, lemma asharat ila takathur ila dhu'at alwaqt. Fa Allahu azza wa jall, pasi që ka sinjalizuar në surën At-Takathur, fjala para surës Al-Asr, pasi që ka sinjalizuar që parakupimi me çështjet e dunjas, shumicën e kohës llogaritet në Islam humbje kohës dhe është çështje e qortuar se shpinë shkatrim ka ardhur në surën Al-Asr për të treguar vlerën e surën Al-Asr dhe për të treguar për vlerën e kohës dhe çka ja arrit saj vlerën. Kush ja arrit vlerën kohës? Besimi i imani. Ko ti ke jetu të rrëtet nëse s'ki besu. Shka t'vynë të rrëtet para Zotit, dhe që në kundër rëgurën kundër teje. Edhe kush ja arrit vlerën kësaj kohë, ja arrit shfryzimi i kohës punë të mira. Kush ja arrit vlerën bashkëpunimi, këshillimi një tjetër me pasu hakun, edhe këshillimi një tjetër me bo sabër. Çështja e dytë ka thonë ulemoja, Allahu azza wa jall e ka nëndit këtë sure me fillim dhe mbarim dhe kur gjë nuk ka diçka të rastësishme. Se Allahu nuk bën diçka rastësi. Allahu bën me urtësi edhe me dije subhanahu wa ta'ala. Për arsye ka thonë ulemoja ka filluar surën Al-Asr duke e filluar pa shakuan dhe duke e treguar me përfunduar me sabër. Çka ka lidhshmëria koha me sabrin? Se është e pamundur mos me pas sabër dhe me shfryzu kohën. Si të ki sabër,
e shfryzon kohën. Çka shfryzon? Punë mira. Edhe ata që punojnë harame, e shfryzojnë kohën me sabër. Ama jo kohën që duhet me shfryzuar me sabër kërkum. Për të arsye ka thonë Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, bis sabri wal yaqini tanalu al imamatu fi din. Me sabër dhe bindje arrihet të thotë pjekuria në fenë Allahut azza wa jall. E gjithashtu ka thonë në moja pas surës El Asr Allah e ka pru surën El Humaza. Wailul li kulli humazatin lumaza. Pra ata që mirën me përqeshje në çmim njerëzve dhe përgojim. Ka thonë dietar çka ka lidhje surja El Humaza me El Asr edhe me Alhaakum Takathur. Alhaakum Takathur kuptuam. Me El Humaza çka është esenca pse Allah e ka pru surën El Humaza. Normal kjo është ijtihadie, nuk ka shpallë epizode që kjo është arsyeja. Po dietarët ju mundu me i lidh gjërat me dije dhe me meditim. Ka ardhur surja El Humaza pas surës El Asr. Ka thonë në moja për shkak se humbje e kohës në islam dhe ki mu denu për to është kur e humb kohën duke u marrë me thashë theme, me përgojim, me të bim pasuris, më thojza, të bimi pasuris i cili të haron nga namazi, e haron Zotin dhe preokupimi me këtë gjëra, nuk kupton që ti se kish shfryzu kohën dhe ki mu denu për Allah të Zotit, se kish shfryzu kohën negativisht. Dhe shfryzimi i kohës nuk kupton që mu largu nga çështjet e kësaj bote, mu largu nga haramet, përgojimi për qeshja, edhe mu largu nga gjërat të cilat nuk janë haram, po problemi të pengojnë ty mu kon mbaj devotshëm te Zoti. Paraprakisht, sot e takoni dashamirë teme, ju afru mundësia me zhvillu biznisin, edhe me rritë me asene. Normalisht si hosh nuk dur hyna, po isha prezent. Edhe merr interesant që ndoshta unë s'e kisha bu. Tha faleminderit tha për ofertën, po tha s'po du më zënu shumë. Pse? Çka mo asene? Po pe kaloj mujin, po kom naf me qitë kjerët, s'po hek, s'kom borgje, alhamdulillah. O vëlla, biznisi po duhet me zënu. Këtë rregull është faleminderit për juve, po unë po du me jetu çikaç. S'po du me nga ma zënu, si kom bo 35 vjet, si dihet vdekjes. Edhe e dyta tha, si ka mundësi unë me pas elan me zhvillu biznisin, kur muslimanët, vëllezërit tanë Palestinë, do thotë çka është ndodh me ta. Thotë s'po kam edhe apetit, edhe vullnet me hes përpara ndonjë, me pas komoditet luks, kur e di që ata nuk kanë siguri mbi kulmin edhe kokën e tyre. Normalisht kjo ndoshta është arsye për shkak imanit dhe gjendjes momentale, po normalisht kjo nuk duhet me qenë pengesë më avancuese që mund si pasaj materialisht me ndihmu aty në vet. Kryesorja më interesant kur tha që jam i kënaqur me ato që më ka dhënë Zoti deri tash, po vazhdoj me këtë biznes që e kam, edhe nuk po duam më uzënu se po tutna po më marr kohën e namazit në xhami, edhe po tutna po më marr kohën e dhikrit edhe gjërave tjera. Kështu mendon me ai i cili e ka dert ahiretin dhe dalin para madhrisë Allahu Azza wa Jall. Secila sura të ndërua vëllazër i ka urësitë e saj. I ka disa veçanti që nuk i ka një sura tjetër. Dhe kemi thonë që posedimi i këtyre veçantive nuk ja u vlerën edhe surave tjera. E para është surja e fundit në mushaf, po flas sipas radhicës në mushaf. Surja e fundit që ka filluar me betim. Ta ne më nuk është betu Zoti. Po në këtë sure është betu wal asr pa shakun. Do të surja e fundit që është betu Allahu Azza wa Jall. Nga se para saj është betu në wal fajr, pasha mëngjesin apo pasha agimin. Veçoria e dytë ka thonë ulemoja, është interesant që kjo sure është më e shkurtër në Kur'an, sipas dietarëve, dhe posedon 3 ajete. Dhe është e vetmja sure, do të sureve shkurta që i ka 10 vava. Do të 10 vava që i kanë, do të thotë kjo sure është veçanti, do të e surës El Asr. Gjithashtu është prej sureve më shkurta në Kur'an, edhe normalisht është, do thotë, sure që sahabët radiallahu anhum ejma'in i kanë kushtu rëndësitë e veçantë dhe normalisht në përshtubimet e tyre e kanë lexuar këtë sure dhe kanë nxjerr mësime dhe porosi. Edhe për fund, pastaj lojmë komentin e shkurtër gjëratën e ardhshme dhe kalojmë në mesele tjera. Ka thonë dietarët çka është për qëllim, do thotë me imanin, ka thonën iman që është përmend në këtë ajet, do ta analizojmë, do ta shohim se çka është për qëllim, po bukfalisht çdo gjë që është pjesë e imanit, besimit. E dyta, el amelu salih. Pse Zoti merr mas imani ka kërku veprat e mira, me tregu që imani, dëshmia nuk mbahet ndryshe pas me veprat mira. Dhe mos kryerja e veprave nën kupton që kadali ki bu plashkat edhe me dal prej kësaj feje të Allahut Azza wa Jall. Pra imani apo veprat janë pjesë përbërëse të imanit, besimit, dhe normalisht ka dallim pastaj mes veprave që rrezikojnë imanin, prej tyre është lënia e namazit që pastaj dietar kanë diskutuar gjëra gjatë, do të thotë se kjo vepër a nxjerr njeriu tërësisht nga imani apo a nxjerr pjesërisht. Andaj iman besim
e pastaj puna mirë jep me kuptu, do thotë që pa vepra nuk paramendohet ekzistimi i imanit. Edhe e treta kanë thënë ulemaja, Allahu e ka përfshi edhe këshillimin për ta pasuar të vërtetën. Nga se thot Omer radiallahu an, në atë shoqni që këshilla është prezente, urdhri për të mirë është prezent, dhe ndalimi nga keqja është prezent, ka hajër. Momentin që largojmë këto elemente, prit dëshirën dhe kaosin në shoqën e fjalë. Edhe e katërta tha, wa tawasau bis sabr, me këshillun një tjetrin me bë sabër. Me rujt këtë iman duhet me pas sabër. Me bë punë mirë në kohën e vështirë duhet me bë sabër. Me marr guximin, me këshillu dikën sot duhet me bë sabër. Pse? Ka mundësi me thon këshillu punët e tua. Ka mundësi me thon ti kemi edhe me këshillu mua. Ka mundësi me të sjell keq. Çka dojnë këto elemente që ndrin? Dojnë patjetër sabër, se ka raste njëri ka shku në shtëpi, e ka thirrë me fal namaz, po e ka pështyr fytyrën, ka pështyr. Thotë herën e para ka vosh ka ndodhur Mitrovic kjo, kur më ka pështyr fytyrë, i kam thonë kjo është për mua. Për Allah shka po jep. Tha unë dalë dhe më ka këshirë fytyrë sot, edhe ka kërku falje. Na pak të kush më na këshirë mbrojt, mund ta me shkuna, kur shkoj më me aqet dera, ai se meriton me shkën xhami. Si thina unë s'vin xhami, si thina ai gjenet do s'vin xhenet, astaghfirullah. Pa sabër, nuk ka selamet edhe nuk ka bashkët. Për atë Allah tha, inna ma yafas sabiruna ajrun bighayri hisab, me vërtet Allahu i shpërblen sabalit me shpërblim të madh. Për shkak se ku është edhe ftoh pak, po më mjaftohemi me kaq sot, inshallah vazhdojmë legjëratën e ardhshme dhe normal legjëratën vijim kena me trajtu temat e këndshme, të cilat tema sillen rreth e rrotull me ketsure, me tregu që ani pse sura më shkon në Kur'an, po ka mësime jetësore. E pastaj kur ta kryejmë ketsure, vazhdojmë me sura më gjata. Allah e shpëlbeft, ai dhe mësmiri, walhamdulillahi rabbil alamin.